Një ligj i gjasme do të hap vende të reja pune, do të rrisë turizmi malor, por në fakt e vërteta është se ky ligj o Gurzi do të shërbejë si kali i Trojës për të kafshuar zonat e mbrojtura, ku do të ndërtohen villa, resorte për oligarkë shqiptare të huaj, pasi morën gjithë bregdetin, pasi shkatruar gjithë vijën bregdetare në Palas, në Gjipe, në Dhërmi, Orikume, kështu me radhë, tani do t'i turren zonave malore, pyjeve, kullotave, në emrin, në le të themi mantelin e investitorëve strategjik, të cilët janë miq dhe klientë të kryeministrit Rama. Pasi shkatruan bregdetin, me këtë ligj duan t'ju vërsulen maleve. E duan edhe nga një vilë në mal, ata që grabitën bregdetin, duke e bërë në fakt të pa përballueshme pushimet për një familje normale shqiptare. Paketa e maleve është projekti i tretë më i madh për sa i përket territorit, që vjen pas projektit të rilindjes urbane dhe projektit të rilindjes rurale, të njohur si 100 fshatrat. Të dyja rezultuan të ishin një dështim total i qeverisjes së kryeministrit Rama.